Profeti Ejub a.s. Historia e durimit të madh. Në historinë e njerëzimit, ka pasur shumë njerëz që janë përballur me sprova të mëdha. Por një nga historitë më prekse edhe më të fuqishme është historia e profetit Ejub a.s., njeriu që u bë simbol i durimit dhe besimit të palëkundur tek Allahu. Historia e tij përmendet në Kur'an dhe është një nga shembujt më të mëdhenj të besimit për çdo njeri që përballet me vështirësi. Ejubi a.s. ishte një njeri i pasur edhe i bekuar nga Allahu. Ai kishte pasuri të mëdha, shumë begati, tokë pjellore dhe një familje të madhe me shumë fëmijë. Ai jetonte një jetë të qetë dhe të begat. Por mbi të gjitha, ai ishte një njeri falendërues ndaj Allahut. Ai e përdorte pasurinë e tij për të ndihmuar të varfrit dhe për të bërë mirësi. Por jeta e kësaj bote është vend sprovash dhe Allahu vendosi ta sprovojë këtë rob të devotshëm. Sprovat filluan njëra pas tjetrës. Fillimisht ai humbi pasurinë e tij, begatitë dhe tokat e tij u shkatërruan. Pastaj ai humbi edhe fëmijët e tij. Sprova të rënda që do të thyenin zemrën e çdo njeriu, por sprova më e madhe ishte ajo që erdhi më pas. Ejubi a.s. u godit nga një sëmundje e rëndë që e mbajti për shumë vite. Trupi i tij u dobësua dhe ai nuk kishte më fuqinë që kishte dikur. Shumë transmetime nga dietarët e hershëm përmendin se kjo sëmundje zgjati vite të tëra, deri në atë pikë sa njerëzit filluan të largoheshin prej tij. Shumë prej atyre që dikur e respektonin, tani filluan ta shmangnin. Disa madje filluan ta përgojonin. Ata thonin, po do ishte i mirë tek Zoti, nuk do të ishte në këtë gjendje. Këto fjalë ishin të rënda, por Ejubi nuk u ankua kurrë kundër Allahut. Ai vazhdoi të ishte i durueshëm. Kurani e përshkruan këtë moment të jetës së tij me fjalë shumë të bukura. Allahu thotë: "Përkujto edhe robin ton, Ejubin, kur me lutje ju drejtua Zotit të vet. Djalli më ka goditur me mundim e dhembje." Surja Sad 41. Vini re mënyrën se si ai ju lutë Allahut. Ai nuk u ankua, nuk u zemrua, edhe nuk e humbi shpresën. Ai vetëm e përmendi gjendjen e tij dhe ja la gjithçka mëshirës së Allahut. Ky është një nga shembujt më të bukur të durimit edhe përulësisë. Profeti Muhammed a.s. shpesh e përmendte historinë e Ejubit si shembull për besimtarët. Në një hadith të transmetuar në Sahih Buhari edhe Muslim, thuhet se nuk e godet besimtarin as lodhja, as sëmundja, as pikëllimi, madje as një gjemb që e shpon, verse Allahu ja fal me të disa prej mëkateve të tij. Sprovat nuk janë gjithmonë dëshkim. Shpesh ato janë mëshirë dhe pastrim për shpirtin. Pas shumë vitesh durim, erdhi momenti i mëshirës së Allahut. Allahu i shpalli Ejubit një urdhër të thjeshtë. Ai i tha: "Bjeri me këmbën tënde tokës. Ky është ujë i ftohtë, lahesh dhe pi." Surja Sad 42. Dhe në atë moment, nga toka doli një burim uji. Allahu i tha: "Kur Ejubi u la edhe piu nga ai ujë, Allahu e shëroi plotësisht nga sëmundja e tij. Trupi i tij u kthye në shëndet. Pas kësaj, Allahu ja ktheu edhe begatit që kishte humbur. Në Kur'an thuhet: "Nga mëshira jone dhe mësim për ata që kanë të menduar, ne ja falëm familjen e tij, edhe po aq sa ishin ata." Surja Sad 43. Allahu jo vetëm që e shëroi, por ja shtoi begatit edhe më shumë se më parë. Kjo histori është një mësim i madh për çdo njeri, sepse jeta e kësaj bote është plot sprova. Sëmundjet, humbjet, vështirësitë janë pjesë e jetës së njeriut, por historia e Ejubit na mëson se durimi dhe besimi tek Allahu nuk humbin kurrë, sepse pas çdo vështirësie, Allahu sjell lehtësim. Dhe për ata që durojnë, shpërblimi tek Allahu është i madh. Prandaj emri Ejubit a.s. ka mbetur në histori si simboli një cilësie të rrallë, durimit të madh
në rrugën e Allahut.